Allahu akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi wa bihamdihi bukratan wa asila, fakabbirhu takbira. الحمد لله الذي ما في السماوات وما في الأرض إذ يقول في كتابه الكريم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه السبيل فكبره تكبيرا. فسبحانه تعالى قال قل إن الصلاة ونسكي ومحياي ومماتي الله رب العالمين فكبره تكبيرا. والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. صدق الله العظيم. Të dashur dhe shumë të respektuar xhamatli, ne sot jemi të gëzuar më shumë se kur dhe krenar nga se jemi duke e kremtu dhe duke e festu në ndër festat më të ndritura, më të mëdhaja të festë tonë të ndritur, festën e Kurban Bajramit, e cila ngërthen në vete një mesazh të mirë, të madh, të pathyeshëm dhe të palkundur, duke na kujtuar se në të përfaqësohet një nga kushtet kryesore të festë tonë, kushti i pestë që na lidh me haxhin, për të cilin ne kemi haxhit ton atje duke e kry këtë kusht dhe lutemi ne këtu që atyre t'u pranoj haxhin dhe asnjën nga ne të mos na bëj Zoti xhalleshanuhu të vdesim pa e shiju kënaqësinë, pa e përjetu kënaqësinë e të qenurit musafir i Allahut xhalle xhelaluhu ve xhalleshanuhu në këto vende të ndritura dhe në këto vende të shejta. Allahumma amin. Përveç haxhit, ky bajram, kjo festë e ndritur, në ndërlidh edhe me dhe ditëshin më të ëmbël, më të mirë, më të ndritur që jeton njeriu brenda vitit. Pra të nderuarit e mi, nga dita e mërkur deri sot kemi jetu në 10 ditët më të ndritura dhe më të mira, më të ëmbla, të cilat duhet shfrytëzu dhe jemi mundu të shfrytëzojmë në vepra të mira, në lutje, në përmirësim, ndaj vetvetes, ndaj familjes, ndaj farefisit, ndaj mesit dhe rrethit ku jetojmë dhe ku punojmë. E lusim Allahun xhalleshanuhu që agjërimin e ditës së Arafatit dhe agjërimin e ditëve të kaluara dhe veprat e mira në këtë ditë, në ditët më të mira në të cilat lind dielli, na i ketë pranuar Allahu xhalleshanuhu. Dhe për hir të agjërimit e për hir të veprave të mira, Allahu xhalleshanuhu të na i shëron të smurit ton, të na i mëshiron të vdekurit ton, të na i mundson të ruajmë rinin ton, familjet e tona, vendin ton, atë dheun ton të dashur për të cilin derdhem gjake njerëz dhe do të duhet derdhem dhe do të derdhem përsëri, sa herë të është nevoja, ta ruajmë e ta mbrojmë nga çdo rrezik dhe nga çdo çark edhe nga çdo rrezik që synohemi dhe kërcënohemi.
Të nderuar vëllezër dhe motra, kjo fest na tregon dhe na thret, na udhëzon dhe na drejton në drejtim të shtrirjes së dorës së pajtimit dhe të ofrimit të njëri tjetrit. Ma shumë se kur duhet ta shfrytëzojmë këtë fest dhe këto festa e këto ngjarje të mëdha, qofshin ato fetore apo kombëtare, që të ofrohemi sa më shumë mes veti, që t'i lëm onash mërit, t'i lëm onash inatet, t'i lëm onash xhelozit, t'i lëm onash gjërat në të cilat kontribon shejtani i mallkuar për të na futur ne. Dhe sot, ma shumë se kur dhe më ofër se kur është rasti, t'ja shtrim dorën e pajtimit edhe të faljes njëri tjetrit, t'i shtrëngojmë duart edhe zemrat edhe shpirtat ton, ashtu siç i shtrëngojmë duart tona. Sepse, po thot një nga dietarët e mëdhej të këtij ummeti dhe të këtij islamit kësaj feje të ndritur, sikur muslimanët, si ne besimtarët, t'i shtrëngonim edhe zemrat edhe shpirtat ton, ashtu siç i shtrëngojmë duart tona në ditën e Bajramit, do të ishte për ne çdo ditë Bajram. Sikur t'i veshnim zemrat edhe shpirtat ton me kostume të mira, me tesha të mira, siç i veshim trupat ton, do ta kenim çdo ditë Bajram. Do ta kenim çdo ditë fest. Do ta kenim çdo ditë kremtje. E janë i bashk t'i veshim zemrat, shpirtat, mendjet tona me kostume të mira, t'i shtrëngojmë kur i shtrëngojmë duart tona me njëri tjetrin, edhe zemrat tona t'i lidhim fort për njëri tjetrin, dhe të lidhemi fort për njëri tjetrin, se vetëm të bashkuar, dhe vetëm duke ja shtri dorën njëri tjetrit, do të arrijmë ta mbrojmë vetveten, familjen, këtë fe, këtë kombë, këtë vend për të cilin kemi sakrifiku gjenerata e gjenerata me radhë. Andaj, edhe njëherë, lësë dhe thras që festa tona, fetare dhe kombëtare, t'i mbojmë lartë, t'i festojmë e t'i kremtojmë lartë, të mos pranojmë asesi, të na rrezikohen festimi edhe kremtimi i festave tona, zëvendësimi i festave tona me festat e huaja, me kremtet e huaja. Ne i kemi festat tona fetare dhe kombëtare. Ne i kemi datat tona fetare dhe kombëtare. Këto duhet t'i ruajmë, këto duhet t'i kremtojmë, këto duhet t'i ngrisim në qiell, në mënyrë që fëmia jonë të mos lakmojnë mas kremteve edhe mas festave që ju shërbehen nga qorçe edhe nga rryma të ndryshme, qofshin ato nga lindja, qofshin ato nga perëndimi. Neve nuk na duhen tradita, as kultura, as festa, as lindjes, as perëndimit. Elhamdulillah, i kem festa tona fetare dhe kombëtare. Do të na mjaftojnë, ne duhet t'i mbojmë në qiell, ne duhet t'i ngrisim në qiell festat tona fetare dhe kombëtare. Ne duhet të festojmë e të kremtojmë për festat tona fetare dhe kombëtare, në mënyrë që fëmia jonë, familjet e tona, të mos lakmojnë mas kremteve edhe mas festave të tjerëve. Eja t'i zbukurojmë shtëpia tona, eja t'i zbukurojmë vendbanimet tona, xhamit tona, vendet tona, për festat tona fetare dhe kombëtare. E jo të rreshqosim kadal në humbnerën e lonjes onash edhe humbjes së vlerës së festave tona fetare dhe kombëtare dhe marrjes me festat e të tjerëve dhe me festat e huaja. Kur në gojen, në mendjen edhe në zemrën e shqiptarit musliman nuk guxon me kon fjala i ka hub vlera diçka Bajramit. S'ka mo vlerë Bajrami, s'ka mo vlerë 17 shkurti, s'ka mo vlerë 28 nëntori, s'ka mo vlerë ajo do, s'ka mo vlerë kjo. Cilat kanë vlerë? Festat e huaja, kremtet e huaja,
mënyrat e huaja, format e huaja të festimit edhe të kremtimit. Ku janë festat tona? Ku janë kremtet tona? Ku janë dosmat tona? Ku janë traditat tona? Ku është kultura jonë? Ta ruajmë me fanatizmin më të madh, ti respektojmë edhe ti nderojmë se cilën kulturë, se cilën racë, se cilën ngjyrë, se cilën komunitet, se cilën fe, se cilën nacionalitet e kemi obligim fetor dhe njerëzor. Amo, me i festu edhe me i kremtu vetëm tona, me i mbojt fort vetëm tona. Allah na i mundsoft me rujt këtë vend, këtë fe, këtë familje, këtë rini, këta njerëz, këto shtëpia tonat, nga të gjitha synimet, qëllimet, çorçet, nga do që t'jenë ato për të na shkontarizu, për të na shfetarizu në emën të emancipimit, në emën të kulturimit, në emën të shkumjes përpara, në i hupin traditat edhe vlerat tona fetare edhe kombëtare. Allahumma amin. Sadakallahu l-azim.